Është një qik pak si naive, është shumë happy me vetën, edhe s'po di qa me thonë tjetër, po menoj mu ka përshtat tepër, fillim e kom pas tepër vështirë, derisa e kom kap karakterin, që tashte jam okej, edhe po m'doket që po m'shkon mirë. Nuk e di sa pi pëlqej publikut, po munona me bo ma të mirën. Në 2016 që po menoj kom me përfundu me 3 premiera të filmit të metrazhit të gjatë. Është Martesa e Blerta Azeqirit, është Rooftop Sonata e Don Rizvanullit, edhe Pranvere pa haruar në një fshat të haruar, Kushtrim Bekteshit. E kom bo edhe një shfaqje në Sarajev, po menoj, e kom bo edhe një film Gardi të Lendita Zeqiraj. Ka shumë sene që kom bo që tash s'pon kujton për momentin, edhe angazhimi jam në serialin në Samir. E për 2017, po, kom me bo filma, që tash do të me folë në vitin 2017 kur vjen koha.